Doni të dini çfarë mbajon në çantën time gjatë emisionit? Ju do thoni, jo, do ju them gjithsesi. Në çantën time ka portofoj, ka aparat, çokoladë, shkëlqyes. Një krem për një puthër që më ka dalë të nuk më ikën për qamë. Ka syze, lip gloss tjetër, çelësa shtëpie, çelësat e makinës, çelësa zyre, çelësa unë një çelës veç. Kam kapse flokësh, se di pse kam të kapsa në çakë sot. Krahër të vogël, kaç kam? Kam dhe 2000 lekë. Ka jashtë portofolje. Kam në çantën e Nerit. Kam një tupë me ilaçe. Është e rëndësishme që t'rregoj çfarë ilaçe. Kam ujë. Çfarë ke tjetër për mua ti këtu Merit? Lagura kam. Letrat lagura për mua. Do flas, mbitem shpesh nga furçat, pudra, këto gjëra. Merit të nxjerr të gjitha? Të gjitha. Ka disa gjëra të tjera të mirë të nxjerr. Para shih fullduar në çantën tonë. Pra, këto ishin në çantat e mia. Doni t'u tregoj edhe për procesa. Janë kështu shumë gjëra të tjera pastaj. Faleminderit. Faleminderit ju gjithmonë.